të varros krimin e tij më të shëmtuar, vendimin për bllokimin e hetimit dhe arrestimit të Lubi Ballukut për shkak se është vetë direkt autori dosjes, ose protagonisti kryesor i dosjes, më falni autori thash gabim. Siç e shikoni, emri Balluku, Lubi apo Belinda është i ndaluar të përdoret në studiot televizive. Nuk ekziston më në asnjë lajm, në asnjë debat, në asnjë koment, akti më i rënd në historinë e pluralizmit në Shqipëri. Grushti i Shtetit, akti me të cilin Edi Rama mori publikisht para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar të gjitha pushtetet në një dorë. Akti në të cilin aja zgjesoi një institucion i ngarkuar për akuzën e zyrtarëve imunitar në rast se ata përfshihen në vepra korruptive. Akti me të cilin ai de facto i mbylli dyert integrimit evropian të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Është shkalla më e lartë e censurës që do t'ja kishin lakmi edhe ajetullat e Teheranit. Një censurë të tillë mediatike te i kalon çdo lloj. Kjo censurë, ky injorim i dosjes Balluku, që është de facto dosja Rama, tregon se për këto media, këta pufador të regjimit, interesi publik nuk ekziston. Pa çka, sa ata janë aty për shkak të valës. Vala është publike. Është gjë tmerrsisht e rëndë. Është një shkelmim flagrant i interesit publik të shqiptarëve. Dhe lakejve të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, të cilët përpiqen dhe në këtë rast të gjejnë opozitën, sepse opozita nuk publikon dosjen. U them këtyre puthadorëve të paftyrë, të pander. Ju duken pak ju 50 milion euro të tunelit Llogaras. Ju duken pak ju 1 miliard euro në rrugë dhe dëshmit, dokumentat, se si janë ndërtuar 1 kilometër me 20 milion euro dhe shpërndarja atyre tek Bolinot dhe Stërbolinot. Çka këtu turpe? Po kur s'kan turp nuk din ç'bëjnë. Pra, nuk ndalen tek akti i grushtit shtetit që bëri ndaj drejtësisë.
ato që janë publikuar për Belinda Ballukun, ato janë të mjaftueshme, siç tha prokurori Omjeran, e puthador të Edi Rams, për të thënë fjalë tjetër, për 36 vite burg. Ato kanë dalë. Dhe ju si fshini dot me asgjë. Antarët e komisionit të mandateve nga opozita kanë firmosur me përgjegjësi penale se do i përmbahen kërkesë prokurorisë. Dhe ky është i kusht i shtetit ligjor. Dhe opozita nuk e shkel këtë. Pse Mjeran, puthador, përpiqen të rësojnë me këtë dosjen e tunelit Llogaras. Dosje me 50 milion euro të zhdukura, të qartë, në fakt 90. Dosjet e Unaz Tiranës dhe dosjet tjera. Pra, në vend se mediat ta kenë çështje kryesore, asgjësim në sistemit drejtësisë, merren me çështje krejtësisht tjera. Problemi i tyre më prekupues është sepse po proteston opozita. Nuk ka skllavëri më të madhe, nuk ka dëshmi më të madhe të skllavërisë tyre ndaj regjimit se sa kjo. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këtë censurë të vendosur me para dhe me presion politik mbi mediat. Nga Edi Rama, Lubi Balluku. Shikoni çfarë ndodh. Ka 2 javë parlamenti ka mbyllë dyert, si dyqani Belindës, i Lubis. Është bërë si dyqani Rama Lubia. Nuk ka seanca. Vetëm që shqiptarët mos dëgjojnë nga deputet të opozitës denoncimin e këtij akti. Edhe parlamentin e shtrojnë në një privat, në një institucion privat. Ndaj dhe ju bëj thirrje mediave. Të rikthehen misionin e tyre të mbrojtjes interesit publik. Por ndryshe, ju që përdorni studio dhe fjalën si angjar kundër të vërtetës, do rrjeshtoj në mënyrën më të turpshme dhe do përfundoni në analet e diktaturës. Çështje tjetër që duhet paraqes këtu të denoncoj me forcën më të madhe Edi Ramën. Prej mbi 1 muaj dhe më shumë, Adriana Kalaja, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe kryetare e gjykatës saj, ka marrë kërcënime me vdekje për pa ditë që ajo i ka bërë personalisht Edi Rams dhe Linda Rams në skap për sarajet e Surrelit dhe aferat tjera korruptive. Duhet të them se policia e bëri detyrën e vet. Policia
pas njoftimit të zonjës Kalaja, përcolli çështjen në prokurori, por është bërë një muaj dhe për çështja flen në prokurorinë e Tiranës me gjithë emergjencën që ka, kërcënim me jetë i një njeriu dhe nuk është hapur asnjë çështje penale. Faqja zyrtare, faqja në web e vrasit me pagesë të Edi Rams, vrasit digital me pagesë të Edi Rams, është e hapur. Por vrasi digital me pagesë i Edi Rams është i mbrojtur nga Edi Rama. Dhe as faqja nuk i mbyllet. Imagjinoni ju se si përdoren të gjitha mjetet për të terrorizuar qytetarët, kundërshtarët. Adriana Kalaja natyrisht nuk mposhtet, nuk ndikohet nga kërcënimet e Edi Ramës dhe banditëve të tij, por jam këtu për ta paralajmëruar se në mënyrë absolute çdo lloj incidenti me zonjën do ta paguaj personalisht ai vetë. Nuk ka diskutim këtu. Ai nxit vrasës digital me pagesë. Të kërcënojnë me jetë njerëz që bëjnë detyrën ndaj qytetarëve dhe padisin në prokurori dhe në gjykata Edi Ramën.